Falënderimi I takon vetëm Allahut, I cili na udhëzoi në dritën e besimit dhe na mundësoi të shohim të vërtetën me sytë e zemrës. E falenderojmë atë që na dha mundësinë të ndryshojmë për të mirë dhe I kërkojmë falje për çdo lëshim tonë. Paqja, mëshira dhe begatimet e Allahut qofshin mbi mësuesin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili me butësinë dhe thjeshtësinë e tij ndryshoi zemrat më të forta, si dhe mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij besnikë të zgjedhur dhe mbi ata që e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e kataklizmit. Të dashur vëllezër, xhamati I nderësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është ndrysho. Ka njerëz që jetojnë gjithë jetën duke menduar se e vërteta është ajo që ata e shohin nga larg. Ka njerëz që nuk e kundërshtojnë të drejtën sepse e kanë studiuar, por sepse nuk e kanë provuar kur. Dhe çuditërisht, njeriu shpesh nuk e refuzon të vërtetën për shkak të mungesës së argumentit, por për shkak të mungesës së përulësisë. Sa herë ndodh që zemra e njeriut bëhet si një sy që sheh vetëm atë që dëshiron të shohë. Dhe atëherë edhe drejta I duket errësirë, edhe e drejta I duket padrejtësi, edhe udhëzimi I duket kufizim. Por historia e njerëzimit është e mbushur me një të vërtetë të madhe. Shumë prej atyre që kanë qenë më të largët nga e vërteta janë bërë më të afërtit me të, kur e kanë takuar atë pa perde, pa paragjykim dhe pa arrogancë. Dhe atëherë njeriu nuk ndryshon sepse dikush e detyron, por sepse e kupton vetë. Dhe një nga këto raste që mbetet shembull deri në ditët tona është rasti I një njeriu që dikur qëndronte në anën e kundërshtimit, por që më vonë u bë dëshmitari së vërtetës me zemër dhe me mendje. Ai ishte Adi, biri I Hatimit. Ai ishte në anën e atyre që kundërshtonin me forcë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. I pakënaqur me zhvillimet në Medinë, vendosi të largohej drejt Shamit të largët, ku sundonte pushteti bizantin I krishterë. Por çudi, as atje, në atë ambient të ri, nuk gjeti qetësi dhe knatësi. Prandaj vendosi të kthehej në Medinë. Për takimin e tij me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, tregon, thot vendosa të kthehem dhe të shoh nëse Muhammedi është gënjeshtar apo mbret, këtë nuk do ta mund ta fsheh nga unë. E nëse është I sinqert, do ta ndjek si që ndjekin të tjerët. Kur arrita në Medinë, e gjeta Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I dhash selam e ai më pyeti, kush je ti? Adi, biri I Hatimit, I thash. Ai më mori për në shtëpinë e tij. Gjatë rrugës e ndaloi një grua e dobët dhe e moshuar, me cilën qëndroi gjatë duke biseduar për një hall të saj. Thash me vete, pasha Zotin, kjo nuk është sjellje mbreti. Kur hi në shtëpi, ai më dha një jashtëk prej lëkure të mbushur me fibra që të ulem mbi të, ndërsa vetë u ul në tokë. Sërish mendova, kështu nuk vepron mbreti. Pastaj më tha, o Adi, çfarë të pengon të hysh në Islam? Ndoshta të pengon fakti që sheh muslimanët në varfëri, ndërsa armiqtë e tyre në pasuri. Por dije, kjo do të ndryshojë shpejt. Do të shohësh tek muslimanët pasuri aq të madhe sa askush nuk do ta pranojë. Ndoshta të pengon që I sheh muslimanët të dobët e të pambrojtur, dhe pak në numër. Edhe kjo do të ndryshojë shpejt. Do të vijë koha kur një grua nga Iraku do të udhtoj e sigurt mbi deve për në qave.
E ndoshta të pengon fakti që pushteti sot nuk është në duart e muslimanëve. Edhe kjo do të ndryshojë. Do të hapen për ta pallatet e bardha të Babilonisë. Kur I dëgjova këto, vendosa të ndryshoj, të hi në Islam dhe jetën time ta përputh me ligjet e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Shumë njerëz sot kanë shkuar në shamin e tyre duke kërkuar qetësi dhe lumturi. Disa shkuan pas pasurisë, por nuk gjetën kënaqësi. Disa ndoqën verbalisht modën dhe trendet, por nuk gjetën lumturi. Disa adoptuan mënyra të huaja jetese, por gjetur qetësi shpirtërore, por brenda tyre ndjejnë trazim. Ndërkohë, paqja, lumturia dhe kënaqësia janë shumë afër teje. Vetëm një hap të duhet për t'i zbuluar. Muslimanët nuk ishin në varfëri sepse ishin muslimanë, as sepse dikush ua imponoi këtë. Ata ishin në atë gjendje për shkak të keqkuptimit të jetës, përtacisë, korrupsionit dhe sëmundjeve të tjera shoqërore. Por si tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo do të ndryshojë. Si e dinte ai? Sepse e dinte pse ishte I dërguar, por të ndryshuar njerëzit pra. Ebu Bekri ndryshoi, Omeri ndryshoi, Othmani ndryshoi, Aliu ndryshoi, edhe Adiu, pra personi në fjalë ndryshoi. Ata ndërtuan një shoqëri ku nuk kishte kujt t'i jepej zekatin, sepse pasuria ishte e madhe. Muslimanët nuk janë të pasigur sepse janë muslimanë, por sepse shpesh e harxojnë energji në përçarjen e drejtës. Kur ata u bashkuan dhe drejtuan energjinë drejt forcimit të vetes, siguruan jetën dhe rrugën e tyre. Pushteti shpesh ishte në duart e të tjerëve, në Mekën idhujtare, në Bizant, në Persi, por kjo ndryshoi. Sa shpejt, aq shpejt sa njerëzit ndryshuan vetveten. A nuk na urdhëron feja për punë, për përpjekje? A nuk na urdhëron Allahu xhalla shanuhu që çdo ditë ta shqyrtojmë veten tonë? Duhet ta bëjmë këtë. Sidomos në ditën që bota e quan dita e punës. Por si do të vetëvlerësohet një mendje e trumbulluar? Allahu xhalla shanuhu e ndaloi alkoolin, sepse ai është burim shkatrimi. Dërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e quajti nëna e të gjitha të këqijave. Me një mendje të turbulluar nuk mund të përmirësohet shoqëria. A nuk na urdhëron feja për bashkim? Secili prej nesh duhet të pjesë vetveten. Çfarë kanë bërë për forcimin e komunitetit tim? Nëse nuk mund të bësh diçka për të, atëherë të pakën mos bëj asgjë kundër tij. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu e ndaloi alkoolin sepse shejtani përmes tij dëshiron të fusë armiqësi dhe urrejtje mes jush. Edhe gjendja jonë mund të ndryshojë nëse themi atë që tha Adiu, kanë vendosur të ndryshojë. Feja na mëson të mos jemi imitues të verbet, por të mendojmë, të marrim të mirën dhe të refuzojmë të keqen. Sot në shoqëritë tona po ndodh një fenomen, pranimi I verbër I perëndimizmit dhe I të keqes. Shumë të rinj mendojnë se modernizimi është alkooli dhe devijimi. Shumë do të kërkojnë lumturi në vende të ndryshme, por do të kthehen pa të, sepse lumturia është pranë tyre. Sikur të vepronin si Adiu dhe në shtëpitë e tyre ta gjenin në rrugën e drejtë dhe të thoshin jam I vendosur të ndryshoj. Me punë do të luftojmë varfërinë, me unitet do të luftojmë dobësinë dhe pasigurinë. Me besim do të mbrojmë vlerat tona. O Allah xhalla shanuhu, na ndihmo që të themi me vendosmëri, do të ndryshojmë. Amin. Wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin.